Shikues të nderuar, përshëndetje, kudo që na ndiqni në valët e televizionit Apollon. Sot kemi një bisedë në studio në kuadër të ditës kombëtare të kulturës. Siç e dini, sapo ka mbaruar java e trashëgimisë kulturore dhe të ftuarit e ditës së sotme janë personazhe të cilët kanë ndihmuar dhe kanë ndikuar në vazhdimsinë e kulturës fjerake. Pikërisht kemi të ftuarin e parë zotin Franu Kcama, që është drejtor i kulturës, mirë se keni ardhur. Kemi zotin Eduard Nurka, specialist në qendrën kombëtare të veprimtarive folklorike Tiranë, po. Kemi zotin Mariglen Panda, drejtor të Muzeut Historik në Fier, dhe zotin Pandeli Lena, po më falni, drejtor i Galerisë së Arteve në Fier. Mirë se keni ardhur. Si që pat juve unë kisha emocionet e radhës, po. Tashmë unë e lançova dhe ju thash shikuesve për ditën kombëtare të trashëgimisë kulturore, por do doja të dija diçka më tepër nga ju. Pra si kaluat juve sot finalizimin e gjithë veprimtarive kulturore në qytetin e Fierit? Zoti Fran? Faleminderit edhe vetë fjalën shpreh tuaja mirë se erdhët dhe ne që u them mirë se u gjetëm janë futën pikërisht të trashëgimia kulturore se futën thesaret e shprehjes kulturore. Java e trashëgimisë kulturore është një ngjarje e shënuar për historinë e rrethit të Fierit dhe qytetit të Fierit, sepse ka dy ngjarje shumë të rëndësishme, domethënë kulmore. Është 29 shtatori dita e trashëgimisë kulturore, dita kombëtare, dhe kjo ka një domethënie të madhe sepse këtu zon fill kjo ngjarje pikërisht në qytetin tonë, në qytetin antik të Apollonisë, ku në 29 shtator të vitit 1180 ranë heroikisht për të mbrojtur monumentet, rasti radhët në historinë jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të historisë botërore, që njerëzit për të mbrojtur kulturën e vet, monumentet e kulturës që japin jetën, ranë të dëshmorë dhe pikërisht në 29 shtator është saktuar si dita e trashëgimisë kulturore. Dhe mbi të gjitha Fieri, si qytet i ri, po ta marrim në biografinë e tij, ka rrethërotur një unaz të artë me qytete antike që rrallë mund ta gjesh në Shqipëri ose jo, po edhe në gjitha vendet e botës që mund të shkosh në qytet me shtrirje, kaq afër të ketë gjitha këto antikitete, qytete të mrekullueshme që kanë një histori të rrallë dhe një histori, domethënë, jo vetëm ilire, por edhe helene dhe romake, siç është Apollonia, që është një kërshetim kulturash. Kemi Bylisën 40 kilometra, kemi Sakranin që ka një qendër të madhe arkeologjike, kemi digat e Krapsit këtu afër që janë shumë afër dhe janë monumente kulture të kohës së Ilirisë, kemi kishat mesjetare dhe kemi një qytet të mrekullueshëm ose një qendër të rëndësishme kulturore siç është Ardenica, qyteti i vogël, ku aty ka shumë ngjarje historie që lidhen me rojën tonë kombëtar. Të gjitha këto e përbëjnë Fierin si një qytet të mrekullueshëm për sa i përket vlerave kulturore historike. Dhe kjo jo vetëm na krenon, na jep krenari dhe na jep frymëzim, por na nxit që ne ditët e kulturës të bëjmë vit për vit, akoma me nivele cilësore, po dhe me risitë e reja nga përmbajtja. Siç ishte edhe ky vit, dhe besoj të flasin edhe kolegët e mi. Mbi të gjitha ne në drejtorinë e artë duke patur një mbështetje të fuqishme nga Këshilli Bashkiak, që në gjitha projektet na kanë mbështetur, na kanë ndihmuar, po dhe nga opinioni qytetar, ne jemi munduar të justifikojmë me nivele cilësore veprimtaritë kulturore artistike. Dhe besoj përdorim atë filozofinë natyrore që si ujë që rrjedh, edhe ne mundohemi që duke rrjedhur në gjitha këto veprimtari të ketë nivele cilësore, të ketë risitë e reja, të ketë burimet e reja që nga projektet, por edhe nga mënyra e realizimit. Po, trashëgimia kulturore tashmë është bërë një traditë e qytetit të Fierit. Si e keni përjetuar juve vitet të tjera, zoti Panda, dhe çfarë të reja është solli si vjet? Muzeu Historik si qendër e rëndësishme e traditës, këtë veprimtari të ditës së trashëgimisë kulturës popullore, megjithëse ka qenë edhe më përpara, por në vitet e dikurshme ajo festohesh gjatë muaj maj, java e monumenteve të kulturës, por tani me përcaktimin nga qeveria të datës së 29 shtatorit,
Muzeu Historik gjithmonë I ka kryer këto aktivitete kulturore, artistike, të trashëgimisë së kulturës me një nivel shumë të lartë. Dhe kjo duke dhe gjatë kësaj jave, ku Muzeu Historik kreu 2 veprimtari shumë të rëndësishme. Një para 3 ditëve, duke bashkëpunuar Muzeu Historik me Universitetin Aleksandr Giovanni dhe me drejtorinë rajonale të arsimit. Sesioni pati vlera shumë të mëdha dhe ishte me temë ky sesion për sa I përket kontakteve kulturore midis 2 qyteteve të Fierit dhe Elbasanit. Dhe qëllimi u realizua, qoftë në afrimimin e figurave të shquara të arsimit dhe të bijve dhe bijeve elbasanëse që kanë ndihmuar në rrethin e Fierit, por njëkohësisht edhe roli I shkollës normale. Njëkohësisht veprimtaria tjetër që ishte edhe veprimtaria që u krye sot në kuadrin e ditës së trashëgimisë kulturore. Dhe dihet ashtu si shta dhe drejtori I artit dhe kulturës Frani për pasurinë e madhe që ka rreth I Fierit, duke filluar që nga antikiteti deri në ditët e sotme. Dhe gjatë mesjetës, nga qytetet antike, nga kalat, apo njëkohësisht nga kishat të gjitha këto e pasurojnë më së tepërmi jetën kulturore të rrethit të Fierit. Dhe muzeu në këtë drejtim ka një fond të pasur, duke filluar nga antikiteti dhe deri në ditën e sotme, si thash, me objekte të gurit, objekte të drurit, objekte balte, objekte të hekurit, vegla të punës, veshje dhe kostume të ndryshme, të larmishme. Dhe këtë lloj kostumesh që ka rreth I Fierit e pasuron për arsye se në këtë trevë jetojnë komunitete njerëzish si muzeqar, mallakastriot, çam, kosovar, arumun, rom dhe të gjitha këto komunitete e pasurojnë këtë nivel kulturor, e pasurojnë më tej këtë aktivitet që u zhvillua dhe sot në qytetin e Fierit. Po, kultura fierake është mbështetur shumë dhe në qendrën kombëtare në Tiranë. Unë doja të dija diçka më tepër për bashkëpunimin tuaj me kulturën tonë, pra me artin dhe kulturën, sa jepni juve për Fierin. Atë radh parë unë do të falenderoj se është herë e parë që vinë në studion tuaj. Për pyetjen do të thosha që ne kemi një bashkëpunim goxha të mirë dhe të frytshëm me të gjithë komunitetin e artistave të Fierit dhe sidomos me institucionet përkatëse që merren me artin dhe kulturën në Fier, siç është Drejtoria e Kulturës në Bashki apo dhe Qendra Kulturore e Fierit. Do të veçoja në këtë rast edhe bashkëpunimin me muzeun e qytetit të Fierit, që ishte përhapjen e ekspozitës në ambientet e teatrit të Fierit, ku ne jemi munduar të sjellim të gjithë veprimtaritë folklorike që janë organizuar ndër vite nga Qendra Kombëtare Veprimtare Folklorike, duke paraqitur gjithë kostumografinë të gjithë trevave shqiptare. Aty do të gjesh të gjitha, duke nisur që nga jugu. Muzeqeja normalisht jam kujdesur personalisht që të kishte sa më shumë materiale, duke qenë që kjo ekspozit hapesh pikërisht në Fier, Shqipëria mesme, Veriu, pa harruar dhe Kosovën dhe Çamërinë, Maqedoninë. Mendoj që ishte goxha me frute, sepse pash aty një fluks të madh të rinjësh, që është kryesorja, dhe jo pa qëllim quhen ditët e trashëgimisë kulturore. Misioni jon është që ato që ne kemi mbartur ndër vite t'i trashëgojmë tek brezat e rinj, dhe unë me të vërtet kam ngelur goxha e kënaqur kur kam parë sot gjithë ato gjimnazistë, gjithë ato të rinj që vinin, shikonin me interes dhe donin të mësonin akoma më shumë për kulturën dhe për traditat e vendit të tyre. Në hapësirë kohe më të madhe do të thosha që bashkëpunimi jon me Qendrën Kulturore të Fierit ka qenë goxha i mirë. Ne si Qendër Kombëtare Veprimtarive Folklorike që varemi nga Ministria e Kulturës e kemi për detyrim statutor që të organizojmë festivalet folklorike
në të gjithë Shqipërinë, konkretisht janë 5 festivale që organizohen, duke nisur që nga vallja, muzikë instrumentale, muzikë e kënduar dhe të gjitha zhanret e tjera të muzikës. Fieri historikisht ka marrë pjesë në këto festivale dhe ka qenë goxha dinjitoz me prezantimin e tyre, ku do të përmendja të fundit në festivalin e Vallës që organizua në muajin qershor në Lushnjë, ku qarku i Fierit u paraqit shumë dinjitoz, duke nisur që nga kostumografia, që nga vallja burimore dhe deri tek muzika e luajtur. Dhe thotë që ne jemi me të vërtet shumë të kënaqur dhe shpresojmë që të vazhdojmë me të njëjtin bashkëpunim që kemi patur. Po, zoti Pandi, ju jo më vonë se mbrëm, bët një ekspozit, pra qëllet një ekspozit fotografike, dhe me sa mora vesh unë, pati një goxha sukses. Madje shumë të rinj e quajtën si diçka të re dhe shumë surprizë të rinj që kishin marrë pjesë në ekspozit. Çfarë do më thoshit juve? Diçka më tepër. Shiko, galeria në vetë ka një objektiv të saj, ka një strategji me kuptimin e asaj që veç konservimit të veprave që ka veç si institucion dhe mirëmbajtjes së këtyre veprave dhe pasurimi me vepra të tjera, gjatë vitit ka një projekt në vazhdimsi për krijimin e disa aktiviteteve artistike të artistëve individ ose artistë kolektiv, në mënyrë kolektive, hapen ekspozita me piktor, skulptor ose individ të ndryshëm. Mirë po, menduam që si vjet në kuadrin e kësaj jave të trashëgimisë kulturore, të hapesh edhe të krijohesh një lloj aktiviteti që për herë të parë në Fier krijohet kjo dhe ekspozohet një lloj ekspozite që nuk është zhvilluar më parë. Edhe domethënë ekspozita në formë konkursi, të fotografisë artistike. Dihet që kjo fushë, jo në Fier, po në Shqipërinë përgjithësi, nuk është shumë e konceptuar në kuptimin artistik si fushë arti. Kështu që ne mendojmë dhe duam që e filluam si vit dhe duam ta krijojmë për çdo vit të bëjmë një traditë, si thosh, për këtë lloj arti, që çdo vit krijohet një nivel akoma më i larmishëm, më i lartë cilësor, dhe duke qenë se fotografia artistike përban një demokraci më të gjerë, domethënë nuk kufizon, je piktor ose je skulptor dhe të tjerë të marrin pjesë, një detyruar, një kushtëzuar nga profesioni, kurse fotografia ta jep të mundësi, duke pas hobi, duke pas aparatin në krah, gjen momente dhe emocione që të sfaq natyra, gjen emocione që të sfaq njeriu në momente të caktuara e lidhur me shoqërinë që të rrethon. Kështu që është më demokratike, më pranueshme nga gjithë njerëzit. Dhe duke qenë e tillë shumë masive, bëhet më përqyeshme. Dhe në këtë koncept u nisëm dhe krijuam këtë lloj organizimi. Edhe mendojmë që ky si aktivitet vati goxha mirë, vati u bë një ekspozitë e suksesshme me çmimet ishin të meritueshme dhe ishin të mirë pritura. Kështu që mendojmë tash që erën tjetër vitet e ardhshme do të këtë aktivitet. Nuk është puna se u bë kjo dhe çdo gjë është bërë. Po këtë lloj aktivitet që u zhvillua do ta aplikojmë për çdo vit dhe në një cilësi më të më ndryshe. Unë në ekspozit pash që kishte pjesë të realitetit fierak e Mirgjerë. Cilat mosha ishin më të interesuar? Po, pjesëmarrja si vjet në fakt realisht ka qenë e madhe si pjesëmarrje, por që kishte mundësi të merrni pjesë akoma më tepër. Domethënë, duke marrë pjesë shumë autor. Atëherë dhe seleksionimi do ishte më i madh. Kuptohet? Mirë po, sidomos punë gjithmonë kur bëhen për herë të parë gjërat, do të ketë dhe mungesë informacioni në pjesëmarrje. Kështu që prandaj thashë që para, herë tjetër do të përpiqemi ose do të gjejmë mundësinë për të krijuar një atmosferë më të gjerë, një pjesëmarrje më të gjerë nëpërmjet informacionit të ndryshëm në media dhe në forma të tjera. Por jo vetëm për krijuesit e Fierit, se si vjet ka qenë vetëm me krijuesit fierak. Dhe pjesëmarrja në mosha dhe në nivele artistike dhe në kështu ka qenë e ndryshme. Domethënë kishte edhe në mosha sa mua për shembull, ose më të mëdhenj sa mua, por kishte edhe të rinj, domethënë nxënës shkolle.
të shkollës mese, kuptohet, student të artit. Edhe gjë e mirë dhe pozitive ishte që pjesëmarrja e shumë artistëve, kupton, të ri, ishte evident. Edhe vetë çmimet që u ndanë për shembull ishte një tregues për të. Po, zoti Fram, për të dalë pak nga java e trashëgimisë kulturore, të flasim diçka më tepër. A ka patur aktivitete kulturore në Fier dhe ka përmbushur dëshirat e qytetarëve fierak, apo ndoshta ka patur ndonjë vakum tek tuk? Tash të thush si vjet që ka pas vakum kur janë zhvilluar. Pra, lëm muajin e kulturës. Po flasim për gjithë vitin, pra Fieri jo se jemi ne tash se këto gjitha vendarit varen nga ndihma që jep Këshilli Bashkiak, nga mbështetja që bën komuniteti, nga angazhimi total i artistëve dhe gjitha këto përbëjnë atë që në Fier mund të llogaritet që është nga qytetet me veprimtari më të dëndur artistike. Këtë e provoj dhe këtë vit si ishte vit i veçantë për sa i përket të veprimtarive. Dhe jo vetëm në Fier, po dhe në Apolloni që u zhvilluan 2 muaj veprimtari, po thotë janë financime që janë nga vetë komuniteti fierak dhe janë shiruar vetë nga qytetarët e Fierit për të treguar se që vlera kanë veprimtarit gjatë fushatës ose gjatë pushimeve verore, edhe sidomos në vende turistike për zhvillimin e turizmit kulturor, të gjitha këto kanë sjellë risi të reja dhe kanë sjellë një gjallërim të veçantë të veprimtarive kulturore në qytetin e Fierit. Pastaj për sa i përket niveleve, besoj jeni dëshmitar që në teatr për shembull janë fituar çmime në fushën e folklorit, kemi marrë çmime në shkallë kombëtare. Ne konkluzioni është kështu që duke mbështetur me kjo përkrahje madhe që na jepet, duke punuar me motive dhe me metodat e reja bashkëkohore, ne luftojmë për nivelet cilësore, jo të krahasojmë me vetëm, por në shkallë kombëtare gjitha veprimtarit. Ndoshta edhe me vizion evropiane, sepse shumë veprimtari që bëhen jo në vende turistike, në kohën e verës, se gjitha këto nuk aplikoheshin më përpara, por duke thyer shumë koncepte vështirësi janë arritur. Dhe them edhe një herë, falenderoj këtu gjithë punojësit e kulturës, janë shumë të angazhuar, gjitha institucionet thujse i kanë realizuar veprimtarit, punojnë në një mënyrë harmonike dhe të përbashkët duke ndihmuar njëri tjetrin, por duke gjetur një mbështetje të fuqishme nga Këshilli Bashkiak, dhe do ta them në këtë ditë festë edhe kryetari i bashkisë, zoti Baftiar Rzeqo, që është jo vetëm mbështetësi kryesor, por nxitësi dhe frymëzuesi në shumë veprimtari kulturore. Po, duke qenë se u përmend pak më parë Bashkia e Fierit dhe ana financiare, sa është mbështetur muzeu historik nga ana financiare për mirëmbajtje të veshjeve e mëtej? Muzeu ka një fond të pasur dhe mbështetjen nga bashkia, ashtu siç u tha, nga Këshilli Bashkiak, e ka patur nëpërmjet atyre fondeve që na është akorduar. Nëpërmjet atyre fondeve ne jemi përpjekur për një sistemim të këtij fondi në pavionin e vetë të ruajtjes dhe të konservimit të tij. Megjithatë, për muzeun mbetet akoma, domethënë imediate, ngritja e pavioneve të tjera, të cilat duhen të vinë deri në ditët e sotme. Dhe njëkohësisht dhe ngritja është folur prej kohësh dhe muzeut etnografik, se ai ngjall dhe interese dhe për vizitorët e huaj, dhe sidomos për turizmin kulturor. Një vizitor që na kanë ardhur, nuk janë vetëm vendas ose bashkëqytetarë të ardhur të huaj, dëshirojnë të shikojnë këtë muze. Për neve mbetet akoma pavion shumë i rëndësishëm dhe i vizitueshëm dhe Mbres Lens, pavioni i arkeologjisë dhe njëkohësisht i etnografisë, për të cilën fola edhe pak më para që rreth i Fierit ka një pasuri dhe muzeu ka një pasuri mjaft të fondit të etnografisë. Po ashtu dhe të pavionit të arkeologjisë, që gati 70%, 80% e atyre objekteve janë origjinale. Dhe kjo e bën atë të veçantë dhe të vizitueshëm. Neve gjatë këtyre muajve dhe të bearit, që ne kemi patur shumë dyndje nga këta bashkëqytetarë të ardhur nga Greqia, nga Italia,
por edhe të huaj. Dhe kanë mbetur shumë të kënaqur me këto 2 pavione. Dhe në këtë drejtim ne mendojmë ta fillojmë më tej dhe punën tonë, sidomos në pavionin e etnografisë. Kush ju ka mbështetur nga ana financiare pikërisht? Mbështetje nga ana financiare gjithmonë neve jemi në varësi të Drejtorisë së Agrikulturës të Këshillit të Bashkiak. Por nuk është e lehtë që të ngresh një muze të mirë, nuk themi që se dikur ky muze në vitin 78 që u përurua, ka qenë një nga muzet më të mira në shkallë republike. Që ta ngresh sot në nivelet si që ka ngritur dhe Muzeu i Tiranës, ai kërkon investim shumë të madh. Nuk kërkon investim të vogël me 1 milion, 2-3 milion, por kërkon një investim shumë të madh. Po, zoti Nurka, pak më parë juve tha që ishit fierak dhe muajin e kulturës e keni ndjekur nga afër. Çfarë ju ka bërë juve përshtypje? Dhe thosha që jam me të vërtet goxha i entuziazmuar nëse do ta quaja, kështu që Fieri ka një gjatëri të aktiviteteve kulturore. Pak më parë se të vija në studio po bisedonim me zotin Frank për të gjitha aktivitetet që janë organizuar këtë muaj dhe do të thosha që mbështetja që është dhënë komunitetit kulturor, artistëve të Fierit është goxha për t'u admiruar. Nuk ndodh kjo në shumë qytete të tjera. Për këtë, zoti Frank tha që kam meritën Këshilli Bashkiak, ndoshta duan të falenderuar, por gjithmonë arti ka nevojë për më shumë. Dalin sfida të reja, dalin talente të reja, arti gjithmonë sjell prurje të reja. Normalisht nevojiten fonde të reja për të realizuar të gjitha këto aktivitete apo ambicie që mund të ketë komuniteti i artit këtu në Fier. Gjithsesi, dhe kaq sa është bërë nuk është pak, është goxha shumë, por gjithmonë nevojitet për të bërë akoma më shumë, për mos të ngelur atje ku kemi qenë, për të ecur përpara nevojitet akoma më shumë. Unë do të bëjmë një shtesë ose më mirë të vazhdojmë që këtë, se është një problem që u hap tash që është me interes. Shiko, Fieri ka një komunitet të larmishëm, një nga qytetet që ka më shumë prurje, si thua, të etnive të ndryshme. Ka mosha të ndryshme. Por vëre një gjë që mosha e re ka probleme në drejtimin e... Pikërisht se këtu doja të dilja tek moshat e reja, po. Një kjo ka probleme, jo flasi pika kështu. Po. Ka probleme në njohje, në akumulimin e tyre dhe në refleksionet ndaj këtyre kulturave të traditës, të brezët të pashëm. Tjetra, Fieri ka fatin që, si që dhe Franki që parë, rrethohet nga shumë kultura, edhe kultura më të hershme të antikitetit, dhe në kulturën e sotshme. Se kultura nuk është thjesht tradita si kanë qenë gjyshi tanë dikur si kanë jetuar, ose kur është bërë një diçka, një ngjarje, por është dhe kulturën e sot që prodhojmë ne. Ne prodhojmë kulturë sot, që nëse do të bëhet fakt historik, sepse do vi një kulturë më avancuar mbi këtë lloj baze. Kështu që unë shikoj çik më gjerë në konceptin e kulturës në kohë, në dimension. Kështu që në këtë kontekst, në fakt pavarësisht se ne kemi folur shumë këtu për arritje, unë shikoj të udhës që vërtet ka shumë punë përpara dhe suksesi për të ardhmen është gjithmonë i garantuar, mendoj, është optimist, sepse kur e ditë çfarë ke për të bërë. Kështu që duke e parë, duke gjykuar në këtë aspekt, ne kemi biseduar edhe me Franin, edhe me Mari Gleni, edhe me shumë të tjerë, kolegë të tjerë, artistë të tjerë, që ka shtigje dhe rrugë të tjera për të prezantuar, për të edukuar edhe brezin, se e thash i parë, është një problem i madh, që brezi i ri është nul, më ta themi kështu, është jashtë loje, e përgjithshme, nuk do të përjashtoj një përqindje e vogël, po është një realitet sot për të brez. Mosnjoja e traditës, e folklorit, e artit, edhe kulturës. Në të aspekt them që ka goxha për të bërë dhe
Pra, vërtet bëjmë, vërtet kemi bërë, por vërtet jemi serioz për të bërë diçka këtu e kisha vallë. Po. Pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio. Lutem regjis. Foto Studio Rustemi fillon aplikimin për llotarinë amerikane nga data 4 tetor deri në 3 dhjetor 2006. Ky shërbim ofrohet nëpërmjet linjës së internetit. Gjithashtu, kjo fotostudio ofron edhe stampimin e fotografive që u bashkangjiten dokumenteve për aplikim. Ne ofrojmë shërbim cilësor non-stop. Ju kujtojmë se shumica e aplikantëve pranë Foto Studio Rustemi kanë dalë fitues të kësaj llotarie. Tarifat që ne ofrojmë janë konkurruese në treg. Jeni të mirëpritur. Po rikthehemi sërish në studio. Zoti Pandi, po flisim pak më parë për talentet e reja dhe unë do doja një mendim jo vetëm nga ju, po edhe nga të ftuarit e tjerë, sa ndihmohen talentet e reja. Sepse pse jo të jemi të ndërgjegjshëm, pothuajse janë aneksuar deri diku. Madje janë të shumë të studentët e rinj që shikojnë shkencat eksakte edhe e lënë pas dore artin. Unë do doja diçka më specifike, diçka më tjetër. Po. Si mund po. Talentet e reja në Fier, fatmirësisht në Fier, po flas. Nuk ka mungur asnjë, fatmirësisht në Fier. Sepse Fieri si qytet ka provuar duke qenë një qytet intelektualës, me potencë intelektuale, me një kulturë dhe me një art që ka qenë i zhvilluar realisht në planin kombëtar, gjithmonë ka reflektuar te gjithmonë ka ushqyer brezin e ri. Pikë që është kryesore është dhe ekzistenca e një shkolle artistike në Fier. Duke ekzistuar kjo shkollë artistike gati 30 vjet, shkollë e mesme artistike, ku prodhojnë, dalin talentet e reja nga muzika, në tëra zhanre, në tëra gjinjit e muzikës, në instrumente gjitha. Ka në pikturë, në skulpturë, futur brenda dhe degët e specialitetit që kanë ato. Pra ka një prodhim jo pak. Flas gjithmonë në aspektin, në fushën e artit viziv. Po dhe ma do mëne asa njofë më për shumë dhe në muzikë po ashtu. Dhe fakti që nga këto talente shkojnë me sasi dhe me cilësi në shkollë të lartë, në Akademinë e Arteve, jo këto 2-3 vjetë, po flasë gjatë këtyre 30 vjetë. Edhe gjatë kësaj periude ka pas ka i shumë talente, sa jo vetëm Fier, po dhe në Tiranë ka furnizuar janë dhe jashtë në emigracion. Pra, nuk është se s'kemi talente këtu. Problemi është se ku e zhvillojnë të talent kur morën shkollën. Ky është një problem pastaj që as diskutime dhe edhe ka probleme, no? Kuptohet që tash atmosfera nuk është si dikur që e mbrosh X Y dhe zinë një punë dhe krijonte. Sot është një hapësirë pak, jo pak, po një hapësirë e lirë, ku njeriu do të krijojë vetë kushtet dhe do të çajë vetë, njëkohësisht dhe strategjia politika e kuadrit dhe e mbështetjes së këtyre talenteve duhet. Nuk diskutohet kjo punë sepse i shërben kombit, i shërben kulturës kombëtare. Nuk është shumë optimiste, realisht, nuk është shumë optimiste. Megjithatë, unë kam parasysh aktivitet që krijojmë neve, kur hapim ekspozita dhe kur vetë ata hapin ekspozita individuale. Dhe pjesëmarrja e këtyre talenteve që mbarojnë shkollën në Akademinë e Arteve është goxha serioze në Fier. Është goxha serioze. Qofse do më lejoni, do më thënë, unë mund ta quaj vetëm një nga produktet e shkollës Fierit. Fare mirë, do më thënë, kam filluar shkollën 8 vjeçare në shkollën e muzikës
Kam vazhduar të mesme dhe pastaj kam kaluar në Akademinë e Arteve ku dhe jam diplomuar për kompozicion. Kjo tregon që shkolla e Fierit ka pasur dhe ka talente dhe nëse do ta gjojmë kështu në gjuhën artizanale ka prodhimtari. Dhe kjo është një gjë që të ngrohtë, domethënë është një gjë pozitive. Nga këndvështrimi im problemi është në tjetër vet. Problemi është në traditën kulturore. Qëse ta lidhim edhe pak me ngjarjen e gjithë kësaj jave në Fier. Është çfarë bën këta të rinj për të thithur vlerat e trashëgimisë kulturore të kombit të tyre. Janë të pakët. Nuk e dini apo jo, po është tmerrsisht për të ardhur keq kur shikon që sa i vogël është numri i të rinjve që merren me folklor. Tamam me folklorin bazë. Dhe nuk e di se si mund ndryshohet, ka strategjira, nuk është se s'ka, por mungon dëshira të rinjve. Kjo do të thotë që ne që jemi në institucione drejtuese, që punojmë për këtë, ndoshta na ngelet ne të punojmë pak më shumë. Por gjithsesi është goxha e kufizuar. Unë doja të përmendja këtu Fieri ka qenë një shembull i mirë, të paktën për Valle, ku kam parë goxha brum të talenteve të reja që merren me Valle. Kjo për mua personalisht është merit e të ndjerit Shaqir, që ka punuar jashtëzakonisht shumë dhe Fieri i ka humbur një njerëz i jashtëzakonshëm. Nuk e dim nëse do të ketë njëri ta zvendësoj me punën që ai ka bërë me Brezin e Ri. Shpresoj që po. Sepse po kthehemi tek puna që bëj. Në aktivitetet që ne organizojmë kemi kriter që duhet patjetër të ketë pjesëmarrje të rinjve, pjesëmarrje brezash që ne e quajmë. Dhe nuk është se plotësohet. Fieri ka qenë një ndër qytetet që po themi ka arritur diçka. Jo maksimalen, po ka arritur diçka. Këtu duhet të vazhdoj, sepse nuk mungojnë talentet. Profesor Pandi e tha shumë mirë. Unë kam qenë student nxënës kur profesori ka dhënë mësim aty dhe e dim pak a shumë se ç'a ndodh në atë shkollë. Kush janë talentet në muzikë, kush janë pikturë apo dhe në degë të tjera. Problemi është që ç'a bën këta për të mbrojtur traditën e tyre, sepse nëse ne nuk do arrim ta pasojmë traditën, atëherë do ngelemi dikur, ndoshta pas shumë vjetësh, një kom pa trashëgimi kulturore. Do jenë thjesht modernizmat, që dhe ato janë gjëra shumë të mira, por ti po nuk pate një prejardhje, atëherë je diçka në ajër. Këtu mendoj që duhet punoj gjithë komuniteti, jo vetëm në Fier, por në gjithë Shqipërinë mbar për të trashëguar vlerat që kanë mbartur të parë tanë. Po. Zoti Fran, sipas mendimit tuaj, cila do që strategjia më e mirë për të dhënë ndihmë të rinjve dhe për t'u hapur rrugët? Për ato që janë arritur, ato shifen dhe për koncerte dhe për gjitha dëmtarit dhe për ekspozita, se si në Fier janë hapur mundësit të rinjve të marrin pjesë në veprimtarit kulturore. Por edhe në projekte që ka patur bashkia vitin e kaluar dhe si vjet, shumë të rinj nga shkolla Jakob Zosa dhe nga shumë shkollat e tjera janë ndihmuar për të zhvilluar talentin e tyre në forma të ndryshme. Dhe mund të them është në rrethet ose qytetet që edhe në këtë pikë është për të falëruar. Përsa i përket kësaj që themi ne, unë mendoj që në vizionet tona kulturore, ne kemi gjithmonë parasysh që të aktivizojmë të rinjt, të mbështesim ata në veprimtarit kulturore, duke aktivizuar në grupet që janë më në përvojë, duke i futur në institucione, vetë fakti që në Fier këtë vit janë ngruar 3 aktorëri, do të thotë se dyert e Fierit të ardhur janë të hapura. Janë të hapura për artistët. Mjafton ata të gjejnë veten e tyre, edhe të luftojnë për arritjet e tyre, si cilësore, po dhe profesionale, kuptimin e formimit shkencor, se në Fier besojnë në këtë vizione që përdor bashkia, edhe gjithë komuniteti, se po s'paten një mbështetje qytetare, kultura dhe asgjë nuk mund të ecën përpara. Po ne në rëndësinë shpirtërore marrim nga mbështetja qytetare që na jepet kur mbarojnë aktivitetet, kur marrim vlerësimet, kur marrim shpërblimet që na jepen në takime dhe ato takime tregojnë vlerat. Dhe kur kthehemi nga aktivitetet që ne marrim vlera, atëherë kemi si justifikojmë. Dhe kjo na ka ngrohur ne për të mbështetur artistët e moshuar për artistët e rinj. Me këtë rast unë falenderoj të gjithë artistët, se kjo është një ditë feste, duke thënë gëzuar dhe duke thënë nderim për artistët që kanë dhënë kontribut në vite, në shumë vite, dhe që kanë sjellë këto vlera që ne i trashëgojmë, ashtu si shtonë Pandi, vlera krijon ditë për ditë, po vlera që voloset don një shekull.
vlera çikulose do mbi 70 vjet dhe një shembull ai quhet vlerë dhe trashëgimi kulturore, kur populli nuk e harron për e kujton. Vlerë mund të jetë një këngë, vlerë mund të jetë një muze, vlerë mund të jetë një datë historike, një monument kulture, një pikturë e shkëlqyer që ka kaluar 100 vjet dhe mahet mend dhe riprovohet, të gjitha këto janë vlerat e trashëgimisë kulturore. Edhe nderim për të gjithë ata që kanë dhënë kontribute, por edhe për këta që kanë lënë këtë trashëgimi, si edhe përmendi kompozitori i ri se foli shumë për vlerat e reja, ndër të cilat mund të përmend dy miqtë tanë që janë miq për jetë, për Dimitër Janën dhe Shashir Ceci që na kanë ikur në këtë vit, dhe kanë ikur, por kujtimi dhe vepra e tyre do vazhdojë gjatë, edhe nuk do harrohet kur për vënderin që i kanë bërë qytetit me krijimtarinë e tyre. Po, Zoti Panda, sa vizitorë të rinj vizitojnë dhe ndjekin sot muzeun historik? Pra sa vinë nga bankat e shkollës, nga talentet e reja? Ashtu si thash dhe më përpara, që muzeu është i vizitueshëm dhe është kthyer bilete në kabinet për orët e mësimit. Sidomos këtu vjen shkolla gjimnazi Jana Kilica, shkolla baza të shkencës, shkolla Alen, shkolla në Infrashi, dhe zhvillojnë orët të tyre të mësimit brenda, do më thënë, pavionëve si pas orës mësimit që kanë. Sidomos për pavionën e arkeologjisë, të pavarësisë, ashtu dhe atë të etnografisë. Dhe numri vizitorëve për neve është shumë i kënaqshëm në këto vitet e fundit, Dhe qëllimi i këtyre ashtu si stan dhe paraforsit, që dhe për këto ekspozitat nuk ishte vetëm propagandimi i tyre, por njëkohësisht dhe çfarë do merret nga këto vlera. Për shembull sot më bëri përshtypje, erdhën një 2 vajza të reja dhe po i shikoja me vëmendje veprimet e tyre. Ato ishin stiliste dhe fillonin të qëmtonin këto tavalonat për parset, disa motive që kishe ato për t'i shikuar, për t'a pasuruar anë tepër. Pra, qëllimi dhe këtyre ekspozitave nuk është vetëm i muzeut, do më thënë, për t'i propaganduar, për t'i evidentuar, po dhe çfarë merret nga këto nga ana e këtyre të rinjve, e këtyre vajzave të reja që erdhën një 2 vajza, si thash, dhe mu duk me interes vëzhgimi i tyre të këto objekte. Po, dhe për ta mbyllur, të kthehemi prapë tek tema e ditës së sotme, sepse u shpërndam pra 29 shtatori dita kombëtare e trashëgimisë kulturore. Unë do doja diçka më tepër për të rënët e kësaj dite, pasi Zoti Fran i përmendi dhe ja vlen që të përkujtohen. Pra, fjala e fundit nga ju në shenjë falënderimi të atyre që kanë rënë, sepse edhe minutat e emisionit po mbarojnë. Po. Shiko, ata janë 3 figura tepër të respektuara, të nderuara në atë histori të popullit tonë. Janë figura që realisht ndoshta janë të pabujshëm, kështu që nuk kanë krijuar një bujë historike, por janë vërtet njerëz të thjeshtë, por që kanë dhënë jetën për të mbrojtur kulturën kombëtare. Ngjarja fatmirësisht pranë ndodhet në Fier. Domethënë spuntua e 29 shtatorit, dita e kulturës kombëtare e ka marrë nga ngjarja që ka ndodhur në Fier. Pra, ne jemi mbledhur këtu, folëm për Fierin, por ja që na del dhe burimi i ditës sotme që na qenë nga Myzeqeja. 3 erojet e Apollonisë në Pojan. Ka ndodhur në Myzeqe. Ka ndodhur në Myzeqe në Pojan. Po ata ishin Kamberbenja, do të thënë që mirë, ngjarja është në Pojan. Që u vranë nga austriakët. Kështu që ata gjithmonë bile është bërë dhe unë kam një vepër arti atje të një piktor, jo është një piktori nga Përmeti, kushtuar një nga këta Kamberbenjës. Kështu që janë ajo që tha dhe Frani, do të thënë nëse ata ishin 3 eroj, për neve ata që u përmendën nga Frani, qoftë u bën përndjesë dhe Dimitër Jano apo Shaqir Seci,
ka lënë bresa, e ka mbrojtur dhe zhvillua më tej këtë traditë pas. Po. Të nderuar shikues, minutat e fundit të emisionit po mbarojnë. Unë ju falenderoj për vëmendjen, falenderoj dhe të ftuarit që qëndruan për ne rreth 1 orë. Bashkë mirupafshim dhe miru takofshim në emisionet të tjera. Universitet në Fier. Universitet në Fier. Kjo ndërhershme e qytetit me numrin më të madh të shkollave private në vend e me përqindjen më të lartë të fituesve në universitete, më në fund bëhet realitet nga Universiteti Kristal, në sheshin qendror të qytetit të Fierit, në godinën e ish turizmit, të zgjedhur nga fati të rrezatojnë mbi qytet, të renë, të përparuarën, të dëshiruarën. Universiteti Kristal, një universitet bashkohor me degët më të preferuara, fakulteti juridik, fakulteti infermieri, administrim biznes me degët menaxhim biznes dhe financë kontabilitet, fakulteti i shkencave politike e sociale ku përfshihen administrata publike, shkenca politike, marrëdhënie ndërkombëtare, shkenca komunikimi. Universiteti Kristal me drejtues shkencor, profesorët e shquar e të mirënjohur, Dritan Spahiu, Marenglen Spiro, Rustem Gjata, Skënder Dursi, asistuar nga një staf pedagogësh me përvoje me grada shkencore, tepër zgjedhur nga Tirana e Fieri. Universiteti Kristal ofron edhe ambiente banimi për studentët e interesuar, me kushte të përshtatshme e siguri fizike të garantuar. Universiteti Kristal, universiteti që Fierit i kishte munguar. Regjistrimet janë të hapura. Universiteti Kristal, zgjedhje e mençur. Dhe tani po ju njohim me një informacion nga biznesi i ndërtimit. Për herë të parë në vendin ton ka filluar prodhimi në seri i materialeve Zingato e valzuar